Shpenzimet më të vogla edhe për shkak lodhjes këtyne. 5 orë, 6 orë është një seancë. Afër Prizrenit, sa në regioni madh, ka të përfshime shumë me këtë smundje. Për ditë unë vi se ka rrezatimet edhe kine terapi. Shumë si du se mu ka dash me pagu banesën për shkak largësisë. Së është 100 km largë, pacientja s'mundet me përballu. E kisha pas shumë nevojshëm për shkak se këto vinë prej gjitha komunave edhe përbohet shumë të vogël. Edhe shpenzimet më të vogla edhe për shkak lodhjes këtyne. Për çdo javë prej Kaçanikut e këtu për kimioterapi shoqën, është në gjendje të rëndë. Unë kishte bënë një apel kështu në mënyrë shoqërore qeverisë ose ministrisë, le të hapin një objekt dikon Ferizaj më afër, jo këtë Kosova për shembull në Prishtinë më afër. Është shumë problemi madh, nuk mund mi përfshin Prishtina me 1400 janë, sa e di unë. Po unë vështirësi më të mëdha mos ka ku shkoj. 5 orë, 6 orë është një seancë. Unë nuk e di që jam të vetu i përballu. Jam veteran i luftës, më 204 euro pak. Unë nuk di që jam të i përballu vetë. Pesore kësë është zërbal. Unë qohna në ora 4, ja pak me ngjes shokut, edhe këtu vim 5:20 për me marrë numrin me prit. Unë kishna boni lutje, nëse ka mundësi me ofru dhe shërbim me pas afër Prizrenit, sa në regioni madh, ka të përfshime shumë me këtë smundje, që na ka bosi lunë bashkë. Po është aty, nuk ose kur mu qohna në ora 4, sukur atje qohna në ora 7 normale dhe shkojnë Prizren në kry punën.